Fjalët e Qiririt, Çka më ka syri që më lëton, Çaj mirë vete, janë vetëm disa prej këngëve të tyre më të njohura. Ndërka që ajo e cila na rën qeth, po sa ta dëgjojmë dhe na zgjon emocion, është kënga Xhamadani Via Via. Grupi legjendar i Lirët, me disa ndryshime dhe ndërprerje në karrierën muzikore, vazhdojnë të jenë produktiv tash e 23 vite me radhë. Ata sapo kanë përfunduar edhe klipin e tyre të fundit, i cili paraprin edhe albumit më të ri. E për detaje më të otësishme, na tregon solisti i këtij grupi, Shemi. Ishte fillimi i viteve të 80-ta kur nisi të lullzoj diçka e re. Nuk ishte një njeri, por ishin disa që e formua një grup dhe që sollën një frymë të re muzikore, por edhe origjinale, rockun shqiptar. Gjithçka nisi me meritën, që nga interpretimi i kësaj kënge, grupi i Lirët u bën të njohur për publikun shqiptar. Kënduan dhe krijuan për 17 vite, derisa më 1998 i Lirët mbetën pa solist, me që Shemsi Krasniqi, njëherët edhe themeluesi i grupit, kishte vendosur që të largohet nga muzika përjetësisht. S'di, unë u martova pak ma vonë, dhe erdhen 2 fëmijë, pastaj ka pasur disa punë tjera, edhe si më dukej se kam marrë misionin edhe ma s'ka e fitun pa marrësi. Unë e kam këndu ma shumë të edhe në kombit, tasha do të ketë ma logik të këndoj, por po shumë se s'ka marrë ende këtë. Por në vitin 2009, pas disa lutjeve që ju bën, ai rikthehet grupit dhe vazhdon të punojë njësoj si më parë. Tani janë bërë gjithsej 23 vite karrierë, ndërsa Shemi vëren shumë ndryshime gjatë kësaj kohe. E sotmja sipas tij nuk ngjan fare me të kaluarën. Ka ardhur të rryma tjera me procedurë të shkurtë, them ashtu. Edhe shkojnë fitojnë para me muzikë të gëshim që nuk ka kur far vlerë edhe ju e dini atë. Ktu është bë një gjë sa ma keq ma mirë. Këtë se kam pritur. Sa ma keq me qenë ma mirë. Kjo vjen edhe për femrat që thonë që po këndojnë tash në fundit, që si pyetin as si këndon, është në asi se ti si dukesh, e jo si këndon. Domethënë edhe kjo është një element i cili më nevrikos, them ashtu din. Unë kam jetuar në një sistem ku vlera ka qenë në planin e parë. As pjesëtarët e grupit nuk janë më të njëjtit, te i Lirët kanë defiluar shumë antar, kjo për faktin se koha solli me vete risi, të cilave duhej përshtatur. Edhe une ashtu i kam bërë ndryshime në grup, se kanë ashtë të rinj, ja une përherë kam shkruajt për grup, tash nuk shkruajt, se të më zguzoj. Kam veç që edhin, pse nuk jam në rjedha, edhin, ja ku janë të rive ma shumë, grupit. Edhe duhet të përmendi vilim të antarë të një grupit Besmi Krasniqin dhe Besim Bunjakin, të cilët e kam bërë këtë pas rikthimit tim, të përmendi të vëllezrit Veseli, muhen edhe Zenin, se cilët më kanë rikthy. Ata dy vëllezrit më kanë rikthy se më s'kam pas më kthy. Por pavarësisht gjithave i Lirët mbeten ata, autokton të rrymës rock në diskografinë shqiptare. Ata vazhdojnë me të njëjtin ritëm, mos edhe me fuqishëm, të jenë aktiv në muzikë e gjithashtu të pranishëm në përmbrëmje brenda dhe jashtë vendit. Sa i përket koncerteve, mbrëmjeve, tash ma koncerte s'ka, po këtu performanca diskoteka ku po shkojnë të këndojnë, kemi pasur vitin 2012 dhe 2013 kemi qenë mjaft aktiv. Ky vit për mua ka më qenë shumë aktiv. Në çet vit do t'i japi atë atomin e fundit timin. More ti zogmani që t'këndoj na I Lirët sot numrojnë shumë projekte, krijuan këngë me të cilat u familiarizua populli shqiptar, kënduan sa e sa vite, fjalët e Qiririt, Çka më ka syri që më lëton, Mixha Mursel, Çaj mirë vete dhe shumë këngë të tjera, por asnjëra nuk krijoi aq emocion sa himni i shqiptarëve. Xhamadani Via Via, është Kosova, o Shqipnia. Jam shumë i lumtur që i Lirët e kanë bërë atë këngë, se ku me dojë inkorporohet me emrën me këtë atë ideologjinë që ne kemi pas. Dhe që thonë
edhe fëmijët e mi dhe të mburën me babin për atë këngë. Do shta jo për tja sa për atë këngë. Le të roja e këngë dhe le të jetësohet. Këta e që ka atje këndoj dhe unë do të them misionin ka mbaruar. Që atër do të them. A deri atëre jo. Pa dyshim se kjo këngë është kulmi i tingujve dhe vargjeve në gjuhën shqipe e gjithashtu një lloj simboli i grupit i lirë, por kjo nuk do të thotë se ka mbaruar koha për të krijuar akoma gjëra të bukura. Në këtë vit ne kemi punuar një album. Këto ditë del albumi përbam 10 këngë dhe në albumin tim kam mysafir special Golden Hagen, Ganimete Abazi, edhe Beni Baksi është aty. Është edhe një reper me cilën e kom bërë një këngë, është Gima, një këngë shumë të bukur. Po do me thonë se është një album i cili është as i lehtë për me ndëgju, sa nuk e kemi bërë gjatë tërë karrierës. I lirët sa po kanë mbaruar xhirimet e videoklipit të ri, të cilat janë realizuar në qytetin e Mitrovicës, ndërsa ky klip do t'i paraprijë albumit.